Pas muajsh izolimi digital, interneti ndërkombëtar është rikthyer në Iran, duke sjellë lehtësim për miliona qytetarë që kishin mbetur të shkëputur nga bota gjatë konfliktit me SBA-n dhe Izraelin. Në Teheran, shumë iranian kanë shprehur gëzim për rikthimin e lidhjes, por njëkohësisht edhe zemërim për pasojat ekonomike dhe sociale të bllokimit të gjatë. Qytetarët tregojnë se gjatë ndërprerjes së internetit ndiheshin të izoluar jo vetëm nga bota, por edhe nga pjesa tjetër e vendit. Një grua që punon me fëmijë tha se nuk mund të komunikonte me nxënësit e saj dhe as të ndiqte zhvillimet në artin ndërkombëtar, duke e ndjerë plotësisht e shkëputur nga realiteti global. Të tjerë flasin për dëmet të mëdha ekonomike. Një shitës konsolash lojrash deklaroi se porositë online u zhdukën plotësisht dhe investimet në faqet e internetit, reklama dhe rrjetet sociale humbën vlerën brenda pak javësh. Shumë iranian besojnë se ndërprerja e internetit ka kthyer pas zhvillimin e vendit me vite të tëra. Sipas tyre, shumica dërmuese e qytetarëve vuajtën pasojat, ndërsa vetëm një pakicë akuzohej nga autoritetet për abuzim me rrjetin. Presidenti iranian, Masud Pezeshkian, urdhëroi rikthimin e aksesit në internet ndërkombëtar pas një blackouti që zgjati gati 90 ditë. Fillimisht, autoritetet e ndërprenë rrjetin me 8 janar gjatë protestave antiqeveritare, ndërsa më vonë bllokimi u rikthye pas nisjes së sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit. Qeveria iraniane e justifikoi ndërprerjen me arsye sigurie dhe nevojën për të kontrolluar situatën gjatë luftës dhe protestave. Megjithatë, kritikët thonë se izolimi digital u përdor për të kufizuar informacionin dhe për të shtypur kundërshtimin ndaj regjimit. Edhe pse lidhja me internetin është rikthyer, shumë qytetarë druhen se kufizimet mund të rikthehen në çdo moment, ndërsa pasojat ekonomike dhe sociale të izolimit vazhdojnë të ndihen në jetën e përditshme.